në maleve për të gjithë ata që e kanë lënë tokën e tyre në mal për të kërkuar një jetë më të mirë jashtë Shqipërisë. Malet kanë qenë gjithnjë larg jetës dhe larg zhvillimeve të këtij vendi. Malet kanë qenë gjithnjë vendi ku shqiptarët janë tërhequr për të mbrojtur, për t'u fshehur atyre që i kërkonin për t'i marrë rob e për t'i asimiluar. Por sot ka ardhur dita e bekuar kur malet mund të bëhen edhe ato pjesë e burimeve të mirëqenies shqiptarëve. Sepse sot, për herë të parë në historinë tonë, ne kemi dy gjëra që deri jo shumë vite më parë nuk i kishim. Kemi Shqipërinë e besuar nga bota dhe shqiptarët e botës me besimin tek Shqipëria. Kemi botën që vjen përmes vizitorësh të shumt dhe eksploron edhe malet. Dhe kemi shqiptarët e botës që tani më e shohin se Shqipëria nuk është më e bukur dhe të rejse vetëm për ta, por është e bukur dhe të rejse edhe për ata, rrotull tyre atje në qytetet ku jetojnë. E prandaj unë i them shqiptarëve që e kanë një copë tokë, diku në një mal, diku në një kodër, që e kanë një shtëpi të braktisur të gjyshit, atë stërgjyshit, që ta marrin në dorë paketën e maleve dhe ta kthejnë atë tokë, ta kthejnë atë shtëpi në një burim mirëqenie. Duke i siguruar të gjithë se ajo që ka Shqipëria e sotme, Shqipëria që tërheq 12 milion turistë në vit, është në gjendje të bëjë për ta, fal investimit të tyre natyrisht dhe mbështetjes së qeverisë, është që nga ai burim i ri mirëqenie, ata do të fitojnë në fund muajit më shumë se që fitojnë duke punuar për të tjerët jashtë atë dheu. Dhe kjo e maleve natyrisht vlen për të gjitha. Një komunitet global shqiptar i arsimuar, i lidhur, me ndikim dhe krenar, një komunitet që e kupton Shqipërinë dhe botën, një komunitet që mund të shërbej si urë, jo vetëm mes vëndeve, po mes ideve, mes kulturave, mes mundësive, është një komunitet antarët e të cilit, pavarësisht nëse vendosin të kthehen për të qëndruar në Shqipëri, apo duke qëndruar kudo ku janë, i kthejnë syt nga Shqipëria, kanë jo vetëm shumë për të bërë për Shqipërinë, por sot kanë edhe çfarë të fitojnë duke punuar me Shqipërinë. Dhe kjo është arsyeja pse dita e sotme është e rëndësishme, jo sepse jemi mbledhur, por sepse po e ushqejmë marrëdhënien tonë për të ushqyer sa më mirë Shqipërinë. Nga distanca në afërsi, nga kujtesa në angazhim, nga ndjenjat në strategji. Dhe le të jemi të qartë, e ardhmja e Shqipërisë nuk shkruhet vetëm në Tiranë, ajo shkruhet edhe në Rom, në Athinë, në Londër, në New York, në Berlin, në Zyri, në çdo vend ku shqiptarët jetojnë, punojnë dhe ëndërrojnë. Por pa diskutim e ardhmja e Shqipërisë shkruhet edhe kudo ku shqiptarët jetojnë rreth e rrotull kufive të Shqipërisë, duke filluar nga shteti tjetër i pavarur i shqiptarëve Kosova, e pastaj edhe duke vazhduar me shqiptarët e Maqedonisë Veriut, të cilët s'duhet harroj askush, janë një popull shtetëforbus i Republikës fqinje dhe mike të Maqedonisë Veriut,
e duke vazhduar edhe me shqiptarët në Maltëzi e gjetë. Në këtë rast dëshiroj të falenderoj për praninë ministrin e jashtëm, zëvendës kryeministrin e parë të Kosovës, mikun tim Glauk Konjufsën, kryetarin e Parlamentit Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashin, mikun tim të vjetër dhe të pazëvendësueshëm Ali Ahmedin, dhe pa diskutim edhe mikun tim të pa diskutueshëm të papërsëritshmin Dritan Abazović. Dhe në mbyllje dua të them se sot nuk dola këtu për të bërë thjesht një fjalim me për të dhënë një mesazh, po për të bërë ftesën e përsëritur që të vazhdojmë të rilidhemi jo vetëm emocionalisht, por në mënyrë aktive. Të rilidhemi për ta parë Shqipërinë jo si një vend që diaspora e la pas, por si një vend që po bëhet një shtet evropian e që në formësimin e vet ka nevojë për të gjithë, si për shqiptarët brenda, si për ata jashtë kufive të tij. Një ftesë për të qenë pjesë e pikërisht një projekti të madh kombëtar, i cili është më i madh se çdo qeveri, është më i madh se çdo cikël politik, është më i madh se çdo brez i vetëm, sepse është i madh sa amaneti të gjithë atyre që nga Gjergj Kastrioti tek Ismail Qemali e me radhë tek heronjt, martirët, dëshmorët, shqiptarë në të gjitha trojet ku shqiptarët jetojnë, lindin fëmijë dhe projektojnë të ardhmen, një amanet që e kërkon Shqipërinë dhe kombin shqiptar me patjetër në tryezën e përbashkët të asaj familje ku më në fund ne po bëhemi gati të jemi pjesë e pandarë. Çka do të thotë në fund të fundit, të jemi pjesë e pandarë e një familje popujsh si popull, e një familje kombesh si komb, sepse një popull dhe një komb nuk është qeveria e tij, por është bartësi i të gjitha amaneteve që e çojnë atë përpara në emër të së ardhmes, por padyshim edhe për të mos harruar kurrë borxhin ndaj atyre që i dhanë të shkuarës atë kuptim për cilin ne sot të gjithë ndjehemi krenar që të themi jemi shqiptarë. Shumë faleminderit.